Një lajm turpi do ta quaja që festivali ikonik i televizionit publik shqiptar në fund vit nuk ka para për të paguar një moderator. Po mirë mor, moderator apo moderatore të nderuara, sikur të dilni falas, sepse dhe imazhi atje paguhet. Kaq trangallik të madh keni sa po nuk pat ato xhixhat e mëdha. Nuk e shisni as imazhin tuaj të prezantoni këngën shqiptare, festivalin ikonik. Kaq maskarenj jeni, vetëm me pare e keni mendjen, po për kënaqësirë, për histori, për publicitet falas. A nuk është edhe ky lek? Nuk është edhe ky një avantazh që juve e keni? Madje do t'i thon bravo, nuk mori para. Prezantoj artin shqiptar, muzikën tonë.